Saad ibn Abi Waqqasi çante, jo si shkak i smundjes, po si shkak që mos po i vjen vdekja në vendin që e kishte braktisë për hir të Allahut azza wa xal. Pejgamberi alayhis salam shkoi dhe vizitoi një ditë dhe i tha: "Ja Rasulullah, po më duket që më ka ardhur gjeli. Pasurinë tem krejt po e lo për hir të Allahut. Unë e kam veç një vajzë të vogël, nuk kam pasardhës. Po e lo këtë pasurinë tem për hir të Allahut azza wa xal sadaka." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "O Saad, nuk bën që këtë pasurinë ta lësh sadaka." Tha: "Ja Rasulullah, gjysmën." Tha: "Edhe gjysmën nuk bën." Tha: "E thuluth." E një tretën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Një tretën edhe ajo është shumë bile, edhe një tretë është shumë." Ndëgjëm o Saad, më mirë është milon pasardhësit e tu të pasun që s'kan nevojë për njerëz, se sa me jep sadaka e pastaj pasardhësit e tu me qenë të varfër. Dhe i tha o Saad, ndoshta dënë Allahu e ti jeton gjatë edhe ki me pas pasardhës. Saad ibn Abi Waqqasi ka qenë tu e prit, po them kushtimisht, vdekjen në vitin e 10 të hijretit, ndërsa ka vdek i fundit nga 10 përgëzuar me xhenet në vitin 55 hijri. Qysh i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ndoshta don Allahu që jeton hala dhe ki pasardhës. Dhe është realizu kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që Saad ibn Abi Waqqasin këtë kohë ka qenë në Mekka, kur është smu në haxhin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka pas një vajzë, ndërsa kur ka ndruje Saad ibn Abi Waqqasi ka pas 36 fëmijë. Do të thotë që kjo periudha ka qenë një periudha që ka jetu për vitin 10 deri në vitin 55, apo ka pas shumë pasardhës dhe fëmijë dhe ka qenë i fundit që ka vdek nga 10 të përgëzuar me xhenet, apo ka vdek në vitin 55 kur i ka plotësuar 85 vite. Saad ibn Abi Waqqasi është nga të përgëzuar me xhenet, që potencova dhe më herët, dhe është nga ata që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu për të se mburrët me ta, dhe është nga ata që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu ose ka bërë dua që Allahu m'ia pranu këtë duat dhe duat e tij kanë qenë të pranuara, dhe është nga ata që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë e fliu shababën dhe nënën për ty. Dhe kemi përmend që për 2-3 persona pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një fjalë të tillë.